Ekipi I voleybollit femrave të Pogradecit ka shkruar një faqe të re në historinë e sportit. Për herë të parë, ky ekip jo vetëm që renditet mes 4 ekipeve më të mira të voleybollit shqiptar, por gjithashtu ka siguruar një vend në garën për titullin kampion, duke u përballur në gjysmëfinalet e play-offit me Skënderbeun. Në ndeshjen e dytë kundër Dinamos, Pogradeci tregoi shpirt gare dhe karakter të fortë. Takimi filloi në favor të skuadrës dinamovite, e cila fitoi 2 setet e para me rezultatin 25-14 dhe 25-22. Në këtë moment, shumë menduan se fitoria do të ishte në duart e Dinamos, por pogradecaret nuk u dorëzuan. Në drejtimin e trajnerit Besnik Lisha, vajzat e Pogradecit ngritën ritmin e lojës dhe bën një kthesje e zakonshme. Ato fituan setin e tretë me rezultatin 19-25, duke rikthyer shpresat për një përmbysje. Në setin e katërt, atmosfera në fushë u tensionuar, por me një lojë të saktë dhe motivim të lartë, Pogradeci triumfoi 23-25. Vendimtare ishte paraqitja në setin e 5 dhe përfundimtar, ku pogradecaret treguan superioritet, duke fituar me rezultatin 4-15, duke vullosur fitoren 2-3 në ndeshje dhe duke kaluar kështu në gjysmëfinalet e play-offit.